sot edhe nëse vjen një musafir, është pak problem se ndoshta do të me thirr fëmijën në dhomën tjetër me thonë se ka ardhur dikush, le telefon se duhet mi fol musafirit. E unë mendoj kemi qenë shumë të kënaqur sot gjitha janë, po dashnia nuk është, janë distancuar, siç e thënë edhe ti, tu bëhem gjithë jo nëpër telefona, atëherë ku është koha që ne po ndajmë për familjarët tonë, muhabetet mi shkëmby, edhe nga muhabetet e të vjetërve shumë mësojmë, sepse pavarësisht që ndoshta kur kemi qenë tri ku na kanë folë edhe kena thonë hajt se çka është ky muhabet, po pastaj kur jeta po na sfidon me gjëra të ndryshme, gjithmonë ato janë fjalët e prindve tanë që na kanë thonë çdo herë. Edhe unë mendoj në këto raste që ne si prind duhet me marrë masa shumë të mëdha ndaj fëmijëve që të paktën telefonat ja vlargojmë edhe të ndajmë momente më shumë me ta, që flasim më shumë për dashurinë, për respektin, realisht dashurinë ta praktikojmë, sepse atë fëmia e merr dashurinë siç e sheh prind, sa japin dashuri, edhe të rritën edhe fëmijët tanë siç jemi rrit ne, duke pritë dera se apo vjen një musafir. Sot edhe nëse vjen një musafir, është pak problem se ndoshta do të me thirr fëmijën në dhomën tjetër me thonë se ka ardhur dikush, le telefon se duhet mi fol musafirit. E unë mendoj që kjo është fatkeqësi nëse ne si prind nuk marrim masa të fëmijët tanë, se si po e edukojmë në të ardhmen, me të vërtetë është fatkeqësi. Kemi bërë dimela.